Pas përfundimit të fushatës elektorale të Partisë Socialiste, situata politike është e stabilizuar dhe tensionet janë ulur. Ndërkohë brenda Partisë Demokratike ka nisur pretendimet për manipulim votash, por mungon një reflektim i thellë politik mbi shkaqet e humbjes. Kryeministri Edi Rama zbatoi një strategji të qartë gjatë zgjedhjeve, duke përfshirë figura me peshë dhe eksperiencë në listat e kandidatëve, si dhe duke emëruar drejtues politik të zonave me aftësi të provuara organizative me 12 qasjet kryesore. Kjo qasje duke se ka dhënë rezultat, veçanërisht në qarkun e Fierit ku drejtimin e mori Belinda Balluku. Sipas një sondazhi një javor të realizuar nga Koajon, Belinda Balluku vlerësua si drejtuesja më e suksesshme politike e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Ajo arriti të rrisë ndjeshëm numrin e mandateve nga 9 në zgjedhjet e vitit 2021 në 12 këtë vit, duke lënë Partinë Demokratike vetëm me 4 mandate në këtë qark. Në rënditjen e sondazhit, Balluku kryeson me 22.777 vota, ndërsa pasaj rënditet Elisa Spiropali me 13.463 vota dhe Ogerta Manastiliu me 13.450 vota. Ky rezultat përforcon imazhin e një fushate të suksesshme për Partinë Socialiste dhe vënë pa mungesën një strategjie dhe vetë analize në kampin opozitar.